Sot është data 8 dhjetor. 8 dhjetor i rinis që rrëzoi në thonjza komunizmin dhe gjithë ditën kam pritur që të kishe reagim, protest, i natë në gjithë shka po ndodh. Po në fakt nuk ka ndodhur asnjë nga këto. Dhe sot kam ardhur këtu 3 vite pasi protestoja dikur për çmimet, të nisi protest tjetër. Protest përballë Edi Ramës, i cili duhet dorëhiqet, i cili ka marrë nën sulm drejtësinë e në datë 12 gjykata kushtetuese duhet të shprehet. Unë sot po nis një protest këtu, atyre shokëve të partisë i përshëndes dhe vajzat, po kjo është një protest si qytetar, i ftoj të gjithë. Është simbolik kjo nisje i vetëm dhe do jem këtu ditë natë pa ndalim.